Një pacient I cili është në ditët më të vështira të jetës, ai është I bregosur. Edhe tash e sheh, domethënë në shenjën këtu, e sheh emrin tem Jakupi, edhe tash nuk di unë për çfarë arsye më refuzon, për shembull. Po ke mirë kuptim. Mirë po ka mirë kuptim, mirë po, kur kisha gjetë kohën e lirë, atër kisha bisedu. Ganz konstruktiv. A ka ndodhur ndonjëherë me të refuzu? Jo, deri tash jo. Për fat mirë jo. A beson që sistemi shëndetësor pa migrante në Zvicër nuk ish funksionuar momentalisht? Kur jam në për spitale, më duket se shumica që punojnë atje nuk janë të rëndë. Mendoj që është ndoshta edhe pa mundën pa migrante në institucione shëndetësore, mirë po punohet në këtë aspekt. Zvicra është nga punon në këtë aspekt që modelet, domethënë degët shëndetësore të bëhen më atraktive. Është një problem edhe në Zvicër, nga njëherë edhe nuk mund ta kuptoj, se në Zvicër është shumë e rëndësishme ta cekin. Është një e kufizume verta e mjekve. Domethënë ata populli zvicran vetëm 20% për shembull e marrin, 20% guxon të studion mjekësinë. Unë vetë ju kam bë pyetje. Pse? Atëherë I marrin prej huj. Aty jem tash tu. Pse vetëm 20% guxon? Në Universitetin e Çerit ndoket në vit I ki 350 persona që diplomohen si mjek. Po Zvicra ka nevojë për shumë më shumë. Edhe thonë që deri edhe 2030 ndoket kanë më mungu diku 8 ose 9.000 mjek këtu në Zvicër. E tash janë të biseduar nëpër parlament, a mundin më shtuat numër se financohet ajo nga shteti. Edhe deri tash se di detajet nuk e di, por ndoket janë prej arsyeve u kanë me majt cilëtetin, cilësinë lart. Edhe vetëm njerëzit, domethënë më të mençëm që kanë bënë test inteligjencës, mujnë më shku me studiu mjekësinë këtu në Zvicër, po tash po dojnë ndoket me liberalizu këtë. Ashtu. Jemi, domethënë, edhe në Kryq Kuçat I kam joftu edhe shumë mjek shqiptar te këto modulet kur I kam bë unë.